Ku jena këtu momentalisht në këtë vend bukur të Pejës? Gjendemi në Pejë, mbi Zotra, domethënë tek shtëpia Alpike Ranch, po për momentin gjendemi në pjesën e Horse Club Ranch. Okej. Çka na ofron ky klub? Edhe si bëhet një kalirim i thjesht, i vogël për herë të parë, për mua si fillestar? Si fillestar, mas parti dush më shumë u afru një herë më njoftu me kalin. Okej. Pastaj vazhdojna me pista tjera që janë domethënë u afru me prek, me hip në kali. Domethënë nuk është që janë diçka kumedisavich. Për kujdesja për kuajt, jo për shembull këtu për kujdes një çdo ditë. Si është një ditë e kuajve për përkujdesje, për ushqim e kështu me radhë? Nuk është diçka e vështirë, si për neve tash na që jena të mësuar edhe që e bëjmë në përditshmëri, edhe që e bëjna me qejf, e bëjmë me kënaqësi, e bëjmë me dëshirë, domethënë është që e kem si pasion e kem. Nuk është çaq zor. Apo kupton, se tash edhe e kem hobi. Veç na afron një kuajt, përshëndetje. Një kuaj apo një Ty kemi këtu? Platori, instruktor i kalirimit. Një kali, qërë traklet që pak si gjia, ta ngucim pak gjin. Që qaj mirë edhe i qetë. Unë nuk i di disa veçërit të kalit, për shembull. A kisha dashur mi ditë 2-3 veçërit të mira. Hajde trakla. Kali, për shembull, e dallon frigacakun Kevin. Domethënë nëse frigohesh, kali e dallon. Domethënë ti nuk bën më frigu se momentin që frigohesh, domethënë nuk hec mirë kali. Domethënë duhesh me trajtu mirë, me fol me to. Ej! Edhe duhet kur ty në kali për shembull, kalirimi është terapi për shpinë, domethënë këtë muskujt e shpinës lëvizin, domethënë kush vun pe unazave është kalirimi është shumë jo kisha propozuar gjithëve, domethënë marrën me kaliru, edhe është qetësi, o relaks, natyrën e kem shumë të bukur, shihet këtë rrafshi dugaxhinit, kështu që horsi. Sa kohë merr për shembull një kali? Sa kohë merr një kali për shembull për me përgatit për me kaliru me një person që nuk e njeh kurrë, për shembull mu, edhe ky më ka një gatshëm me më dëgju. Po mendoj. Një kali. Sa kohë i merr ti me ushtru si instruktor? Varet pi racës kalit. Për shembull edhe kali ka ma kryfort, ka ma të butë, varet çfarë racë është. A kem në racë të veçantë cila ne kena na këtu për momentin? E kena Rodin që është i njoftëm, edhe muj me thonë që është i njoftëm edhe në Evropë, e kem pas edhe një fashion me ta në Norvegji, kështu që Rodi është i famshëm, ka një sy të kaltërt, është shumë i fuqishëm, qohet ndikom, që shpeshin edhe këtu fotot mbrapa, vija është që shihet këtë rrafshi dugaxhinit. Ky është një kali i shpejt, kush e don adrenalinin, këtu janë ponit për fëmijë, kush ka dëshirë me kaliru ponit e kem 250 metra. Domethënë, a është e vërtetë që kali flan në kom ajo? Po, e vërtetë është, kali flan në kom. Nëse kali shtrahet, nuk është mirë me shëndet. Nuk është mirë. Unë kam dëgjuar një herë që nëse lodhet shumë, ku shtrahet, ka shumë problem u çu edhe një herë. Po, nëse kali ndalet, nuk i mundesh me shtimec. A më i me poni ty një herë të hyp, atë pas edhe sqaron ti pak si ecuri